Qytetarët të Vlorës janë ngritur në protest, ndonse do duhet të ishin duke u përgatitur për festat e fundvitit, vlonjatët po përballen me një problem teje të vështirë, pasi prej 5 ditësh në shtëpitë e tyre mungon uji i pijshëm. Banorë të shumtë janë mbledhur para godinës së Bashkisë së Vlorës, ku kanë tentuar të futen brenda për të kërkuar një zgjidhje për situatën, por janë përplasur me policinë. Me bidon ujë në duar dhe letra higjienike, dhe duke goditur dyert e institucionit, protestuesit kanë shprehur revoltën e tyre ndaj mungesës së ujit, duke kërkuar një takim me kryetaren e bashkisë Brunilda Mersini. Qytetarët kanë deklaruar se mungesa e ujit po ju vështirëson jetën e përditshme. Se janë ngritur? Protest. Po, unë indignoj për protest, edhe kam dalë në protest sepse ka domethënë kjo qeverisje 13 vjet që tallet. Drejtori i përgjithshëm i ujësjelljes kanalizimeve Flauers Shoshi ka shkuar në protestën e mbajtur nga qytetarët e Vlorës për shkak të mungesës së furnizimit me ujë të pijshëm prej disa ditësh. Mes tensioneve ai u ka deklaruar qytetarëve se kanë tentuar disa herë të rregullojnë defektin, por nuk kanë mundur ta rregullojnë. Megjithatë ka premtuar se furnizimi do të rinisë në mesnatë. E di shqetësimin tuaj, ju kuptoj. Kemi tentuar 3 herë ta rregullojmë defektin, por nuk kemi mundur ta rregullojmë. Pajisjet janë duke ardhur. Sonte në mesnatë nis furnizimi me ujë. Kjo është fjala jon, tha ai. Ndërkohë deklaratave të qytetarëve se nuk mund të shkojnë në tualete as të lahen për shkak të mungesës së ujit, ai është përgjigjur se prej disa ditësh edhe ai është në të njëjtën situatë dhe se ka qenë në terren gjithkohës duke punuar për zgjidhjen e problemit. 5 ditë, dhe sot nga 5 ditë, pa piku, ja, ku të marrë, dje herë dhe aty së të linin dalgë të bëra ujë, ika, s'mëra të. Qa kemi bërë, me të keqo bërë. Ore nuk lajmë do të sytë, do gatuajma, do lajma. Lep trupin, për nuk lajmë duar do të. Qa, ka më kej se ku të vemi. Kur vjen punë e paguajnë të shkretën, mund pensionist janë, ma, qa të marë, qa të paguajnë. Ja kështu, ja, urdo. 75 vjeç unë brez me bidona, kam fuqimu me ziki. Do marru ju. Qa di bej, plakën e kam smur. Kjo avaz është në Vlorë. Dhe gja me bukur ishte e mbrëmsmja. Ku një qytet i gjithë pa ujë, tjerë duan festojnë. Ka kërë përgjegjësia me e madhe e Bashkisë Vlorë. Me një moment kur qyteti pa ujë, të gjithë venë në fest. Eto nëse do rregullohet. Kjo nuk është asaj ase kësaj, është një pa përgjegjësi e madhe. Ku kanë gjithë njerëzit e përgjegjshme mbajnë njerëz të partisë në punë. Ja. Siç po shikon, kam edhe mbuljerin aty të po e mbushim me ujë. Gjë me poshtë dhe thamin njëri djeqë, zëtë të banalizohet e ka shumë, po e vërteta kjo është. Jetoj në Itali, erdha për vitëri, këtu katastrofa shumë, këtu s'ka... Nuk e prisnim nga qeveria këto, që i dham edhe votën Edi Ramës. Nuk e prisnim. Që të merrim me bidona 2025-ën, kjo gjuna tonë. Në për shok po qonë me bote, kurse ne populli thjesht vim me bidona. Që shja ka qatë.
Si ja kam dalë, ja, gjush për shikon, qa, ka me, si ja dalë. Ja, ka me zgjidhje tjetër. Tjetër 4 sot. Po e 4 edhe avash, po e shfundi. Po e shfundi, merë puno, ha, pi, lau.